Herë faleminderit për mundësinë, për kohën që na jepni që të bashkë bisedojmë disa probleme të ardhura ka shineq si Këshilli Bashkiak. Mendoj të operojmë me këtë rendite, i gjithë materiali që do të diskutohet sot është dërguar në të gjithë personat që janë antar Këshilli. Besoj se keni konsultuar, keni bashkëbiseduar me dokumentacionin bazë dhe të fillojmë me procedurat necuri. Para fillimit të procedurave ligjore, japim fjalën kryetarit bashkisë përshëndetse dhe masanej të fillojmë me procedurat e mëtejshme. Një përshëndetje, ju suksese dhe si vjen e dytë pas asaj fare të konstruimit. Vërejt të gjithë bashkë mund të bëjmë sa më shumë problemet dhe shqetësimet të qytetarëve dhe të mund të zgjidhen ato gradualisht bashkërisht. Të përpiqemi të kemi lartësinë e duhur asaj që qytetarët realisht na kanë besuar. Të bëjmë maksimumin tonë në ato që na kanë besuar qytetarët e Mirditës. Sot janë disa projekt vendime që i shprehu dhe kryetari i Këshillit, të cilat do i diskutojmë bashkarisht, në ato që keni mendimet dhe diskutimet tuaja. Patjetër që ka një rendite, por nëse ka diçka përtej asaj që ne kemi paraqit, hajde ta diskutojmë që dhe bashkarisht të mund të gjejmë ose vetë Këshilli të gjejë zgjidhjen e duhur. Për sa i përket edhe çështjeve të cilat kemi sjell, kemi specialistët përkatës të tyre fushave, të cilat do të japin edhe shpjegimet e tyre në lidhje me qoftë mendimin ekonomike apo me tavanin e pagave dhe buxhetit afatmesëm. Suksese, mbarësi, faleminderit për çdo bashkëpunim, për çdo kontribut. Faleminderit. Dhe për përfaqësu komunitetit që kena marrë përsi për t'i përfaqësim dhe tjetë hera të fundi që na e di për ne merë nërë. Jo. E dyta, ne duhet procedojmë si mas rendit ditës, me miratimin e rendit ditës. Dhe kryetari i bashkisë, unë kam shok, e kam dashamie, nuk mund të vazhdojmë me përshëndetje, ka qenë mbledhja e parë, mbledhjet tjera janë momentin që ne diskutojmë për një pikë, pastaj vazhdojmë ndërhyn kryetari kur është prezant ose përfaqësuesit e kryetarit kur s'është kryetari i prezant. Dhe të ndërtojmë një procedurë mbledhje që mos vazhdojmë në mënyrë të vazhdueshme, se e dyta nuk është e nevojshme. E para ka qenë nevojshme për të dhënë mesazhe edhe politike. Tani ne do të vazhdojmë të zbatojmë detyrat që na jep ligji. Dhe zëri kryetari i Këshillit, vazhdojmë me miratimin e rendit ditës dhe i marrim pikat pikë për pikë e i diskutojmë. Faleminderit. Faleminderit. Unë thash falenderimet besoj nuk janë të kushtëzume, megjithatë unë s'du të bëj replikë në këtë drejtim, sepse nuk e quaj normale me bërë replikë. Të falenderoj, besoj se nuk është keq, vetëm kaq. Ditë them. Kryetar, ne kemi detyrë me armëledhje, më Të lutem. Ne kemi detyrë me armëledhje. Tash mrena detyrës, unë them falenderit për pjesëmarrjen. Kështu që nuk e di se si ashtu. Megjithatë, do të operojmë
me këtë rendite. Do të hedhim në miratim rendin e ditës, masanej do të kalojmë procedurë për procedurë. Të nderuar këshilltar, në mbështetje të ligjit numër 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, neni 83.2, neni 4.56, si dhe pika 2 shkronja A, neni 55, i rregullore së funksionimit të Këshillit Bashkiak Mirdit, e miratuar me VKB numër 35 datë 10/04/20. Njofton thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak ditën e hanet me datë 31/07/23 ora 10 në Bashkinë Mirdit dhe këto adresat janë. 1. Projekt vendimi 2605 fraksioni i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 01 deri me datën 30 qershor 23 Bashkia Mirdit. Pika 2. Projekt vendimin numër 2686 fraksioni i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike për blok ndihmën me fondin e bashkisë për periudhën 01 deri me datën 30 qershor 23 Bashkia Mirdit. Pika 3. Projekt vendimi 2732 fraksioni i kryetarit bashkisë për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 Bashkia Mirdit. Pika 4. Projekt vendimi 2791 fraksioni i kryetarit bashkisë për përcaktimin e kufive të pagave të punojësve në administratës së Bashkisë Mirdit dhe institucioneve në varësi në mbështetje të VKM-s numër 328 datë 31/05/23 për klasifikimin e funksioneve grupin e njësisë të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufive të pagave të funksioneve të zgjedhur e të emëruar të nënpunësve civil e të punojësve të qeverisë vendore. Bashkia Mirdit. Faleminderit. Kush është dakord që të operojmë me këtë rendite? Atëherë fillojmë me pikën e parë. Miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën me fondin deri në 6% qershor 23. Në mbështetje të ligjit numër 139/2015 për qeverisjen vendore të nenit numër 7 të ligjit numër 57 fraksion 2019 për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë me VKM numër 597 datë 04/09/2019 për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondeve shtesë mbi fondet e kushtëzuar për ndihmën ekonomike, si dhe vendimin e Këshillit Bashkiak numër 3 datë 30/01/2022. Sektori i ndihmës ekonomike i propozon Këshillit të Bashkisë Mirdit projekt vendimin për familjet aplikuese, që nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, të cilët do të trajtohen nga fondi i kushtëzuar 6% për blok ndihmën, pas verifikimit real nga administratorët social të çdo njësie administrative si më poshtë. Tashi këto i keni marrë gjitha këto dhënat, besoj që i keni pa që janë ndame në bazë të njësive vendore, Rresheni 33, Oroshi 12, Fani 12, Selita 6, Rubiku 21, Thella 7, Kaqinari 13, total bohen
106. Kush ka në pyetje apo diskutim këtë drejtim? Bashkangjitur keni dhe listat e personave përkatës. Sipas të ndara, sipas njësive vendore, njëkohësisht me numër protokolli, me vlerën e përllogaritur, në rastet e kompensimeve, me vlerën e kompensimit, e me të gjitha gjërat, si edhe shumat përkatëse, ta ka shumë, besoj, shpresoj që kemi pa gjithë. Unë kam një pyetje. Po? Mos ta bëhet tek kjo lista 2, nuk është kufitar, domethënë çka ky merr shkapa, duke qenë se hera parë. Lidhur me të listën që mos ta përsërisim në herë të tjera, u shën ta personat që do të kufitojnë tek lista parë në listën 2. Cilat janë kryeteret e personave? Atëherë përshëndetje dhe ju uroj suksese. Folën e im. Atëherë, kriteret. Okej. Atëherë në bazë të ligjit që citoi edhe kryetari i Këshillit, familjet përfituese tek 6% janë familjet të cilat nuk janë shpallur përfituese në sistem. Kriteri nr. 1 është që të jetë aplikant në sistem. Kriteri nr. 2 tek 6% është që të mos jetë i penalizuar në sistem, por të jetë për pikë, që do të thotë që një familje nuk ka marrë pikët e mjaftueshme për të shpallur fituese në sistem. Pra, tek 6% kemi këtë kriter. Këtë çdo njësi administrative ka të drejtë të përdori 6% të vlerës së përfitimit në sistem. Ka raste që nuk e përdor sepse njësitë rurale kryesisht e kanë dalin shumë familje përfituese në sistem. Shumë familje mos përfituese në sistem dalin tek njësitë urbane, që do thotë në Rubik dhe në Rreshat. Dhe nëse e shikoni, edhe numri është më i madh për Rubikun dhe për Rreshetin. Kjo nuk do thotë që tek njësitë e tjera ngelin pa u mbuluar me këtë fond. Pra, njësia Rreshan bën të fundit për llogaritje në 6%. Pra, pasi ta miratojnë në sistem se cila njësi administrative, pjesën e mbetur përdor njësia Rreshan për të mos penalizuar njësi të cilat sipas nesh dhe sipas mundësisë ata duken më vulnerabël në krahasim me njësitë e tjera, për arsye punësimi, për arsye të infrastrukturës dhe shumë arsye të tjera. Pra, ky është kriteri. Aplikant në sistem, mos përfitues për pikë. Që do thotë, nëse është i penalizuar, nuk ka drejt të jetë në këtë fond. Penalitet do thotë, nuk ka deklaru pagën, nuk ka deklaru pensionin, nuk ka deklaru automjetin, nuk ka të firmosi deklaratën tërmëjore, pra janë kriteret e përjashtimit. Pra nuk mund të futen ata që janë të përjashtuar. Nëse, po? Ata që nuk janë të përjashtuar, futen gjithë apo? Jo gjithmonë. Tash i përzgjedhin administrator. Çdo njësi administrative përzgjedh. Po nëse ky fond është, pse jo? I bie që këtë 6% që kemi të drejtë ta përdorim, dhe pse të mos e përdorim sepse nevojat besoj që janë shumë të mëdha në krahasim me ata çfarë japin. Përzgjedhja bëhet nga administratorët e çdo njësie administrative. Sistemi përzgjedh familjet që dalin fituese në sistem. Ndërsa këto, secili administrator social në njësi administrative përzgjedh ata të cilët i ka mos përfitues për pikë. Ndërsa nëse është mund të bëjnë dhe sqarimin për fondin e bashkisë, nëse është tek pika tjetër. Okej, faleminderit. Nëse ka pyetje tjetër. Të kalojmë me Po, tani për momentin jo, sepse i kemi futur në fondi i bashkisë. Ngelen vetëm ata persona të cilat janë në punë ose që janë jashtë shtetit, kanë personat jashtë shtetit. Këto kritere janë përjashtuese tek 6%, edhe që janë punë, edhe që janë jashtë shtetit patjetër, janë përjashtuar në të gjitha rastet.
Ato që s'plotësojnë kriteret me pak fjalë. Pikërisht. Dhe vendimi i këshillit parë, se çdo filmbiti bëhet një vendim këshilli për kritere specifike të futjes së këtyre familjeve në këtë. Dhe çdo janar bëhet kjo. Janar i ardhshëm do bëhet vendimi i ri për 2025. Faleminderit. A mund të kemi në listën e personave që janë të plotësojnë kriteret dhe janë të përjashtuar nga 6%? Për momentin nuk ka. Jo, konveni. Patjetër. Çdo familje e cila nuk futet tek njëri fond, thash, ka patur, po fondi i bashkisë na ka mbuluar këtë gjë. Okej, shumë mirë, por fakti që ku ka dorë njeriu ekzistojnë edhe gabime njerëzore, është mirë që ne kemi Patjetër. Në përgjithësi, pa. Patjetër. Në përgjithësi, te ky 6% janë gratë e veja, gratë e divorcuara, me fëmijë ose pa fëmijë, janë familje të cilat janë me 2 persona, kryesisht dhe pa dash të paraqitoj askënd, me 2 persona janë persona të familje të cilat i kanë ndarë personat. Pra i kanë heqë nga trungu familjar për një arsye. Dhe pra nuk janë familje për shembull që ai mund të jetë 5 persona pa është 2 certifikat. Mund të jetë 5 në familje, po është 2. Arsyeja është ndarë, shkollë sociale, shkollë së vajza, etj. Tash kafja sheqeri ka qenë para 9 vjetës. Kafja sheqeri kena plot sot, shiqë zotit. Nuk përjashto asnjë, nuk përfiton asnjë sepse invalidët i përjashton edhe herë. Jo, nuk ka prioritet 2 invalid. Të kuptova. 2 burr grua në certifikat familjare vetëm 2 persona nuk përfitojnë, pasi ndihma ekonomike i përjashton edhe nga sistemi këta, pasi marrin ndihmën ekonomike të PAK-s dhe shtesën e invaliditetit dhe në këtë rast quhet ndihmë ekonomike. I përjashton sistemi automatikisht. Pra edhe nëse ka 5 persona, nuk lejohet në asnjë rast. Nuk lejohet në asnjë rast. Sepse quhet i kompensuar, quhet i plot. Mund të ketë antar madhor të tjerë në familje dhe i është për llogarit vetëm vlera e personit. Nëse është, mund të na thuash me emër sepse e qartësojmë tek njësia administrative. Tek rresheni nuk ka është e sigurt. E llogarit sistemi automatikisht vetë. Po. Atëherë, fillimisht me BGM-n e patjetër pa merak sepse jam e përgatitur çdo kohë për pyetjet, pasi fal zotit jam sopën më shumë bën shumë kohë, kështu që nuk ka problem fare. Atëherë, fillimisht ka qenë pagesa 1800 lekë krye familjari, 1260 çdo antar madhor i familjes, përfshirë dhe bashkëshorten, dhe 900 lekë për çdo antar në moshën 18 vjeç. Ka që është vlera që ka qenë llogaritur në sistem. Është rritur 20%, që do thotë që 1800 ka shku 2160 e kështu me radhë vlera 20% në total. Sipas numrit personave është edhe vlera, se mund të shikoni që është një person, varion vlera e nxjerr automatikisht sistemi. I shton dhe vlerën e kompensimit të energjisë elektrike dhe del fiks masa e llogarit. Ka në njëri në i pyetje tjetër? Atëherë ta hedhim votim të lutem. Kush është dakord? Faleminderit, votohet. Për fundin e bashkisë e vitit që. Kemi dhe projekt vendimi numër 7, datë 18/07/23, që paka shumë është e njëjti problem, e njëjta formë, ku janë përcaktuar në bazë njësive vendore, me emrat, edhe të klasifikuar sipas ligjit, me numra personash, e me gjitha si edhe shumat përkatëse për çdo person të cilët i lindë drejta për përfitu në bazë ligjit
këtë pjesë të ndihmës ekonomike të vlerës deri në 6%, siç e thamë dhe në fillim të herës. Kush ka ndonjë problem rreth kësaj, se pak a shumë janë të ngjashme me projektin e vendimin e parë. Besoj se sa familje të ndalë nga skema ekonomike për më qëshëm. Në sa është mund, da sistemi, nuk e ka vendime në vete, nuk e ka e ka që të informacionin të në qështonin, nuk e kam tani në moment, që ta di fix për mensh, por kryesisht janë familjet të cilat nuk kanë atë me firmas. Dhe shumë pak ka penalitete që mund vajdoja vetëm me familja. Jo, tash nuk e thash të saktë, pasi nuk e kam vendimin përpara dhe nuk e kam fiksuar fix vlerë për mensh. Por ja këtë herë ishin, domethënë, tek rëshemi janë 45 familje që nuk kanë ardhur firmos, vlera tjetër familje për të cilat dalin përpik, që kanë një fëmijë, që kanë gjëra që nuk i japin prioritet, pra i ulin pikën në sistem dhe nuk e bëjnë për. Faleminderit. Kush ka ndonjë tjetër, ndonjë pyetje, ndonjë diçka? Ta hedhim votim. Faleminderit, miratohet. Atëherë kalojmë në pikën 3 të projekt vendimit numër 8, datë 20/7/2023. Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 24-26. Kuptohet, 2024-2026. Besoj që këtu bashkangjitur janë gjithë informacioni i duhur për sa i përket projekt vendimit, si dhe klasifikimet e tyre. Me nivelet ndryshme, si pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet, investimet, të gjitha të klasifikuara në mënyrë progresive, 2024, 2025, 2026. Kush ka ndonjë pyetje, diskutim për projekt vendimi numër 8, datë 20/07/2023? Unë dhe kisha një vrejtje për këtë projekt vendimi numër 8. Unë ardhën strukturë të përitarin të rëmë, por kisha... Kjo renditje që bëhtu mund duke si me qanë shumë tabela me venos këzyrët. Pse nuk është numëri punojzve? Sa do t'jetë numëri punojzve për... Sa do t'jetë numëri punojzve për çdo sektor ose për çdo... Po e mora mesazhin. Pra, unë vetëm numërin e punojzve. E mora. Okej. Faleminderit Frani. Flora? Përshëndetje të gjithëve dhe suksese. Për sa i përket përgatitjes tavaneve buxhetore, sqaroj që ky është një format standard dhe nuk e kërkon numrin e punojësve. Në përgatitjen e dokumentit të PBA-s 24-26 i kërkon me detaje edhe numrin e punojësve për çdo program, cilin do ta sjellim. Gjithsesi, në qoftë se doni në mbledhjen e ardhshme, unë ja u sjell gjitha. I kam edhe këtu, sepse i kam për të njohurit e mirë, mund t'ja u them se sa janë numri i punojësve, nëse ju e kërkoni. Por ama është dokument standard. Mund na japë shpejt sa për sqarim 2-3 sektor. Po pranë.
Megjithatë s'na gjen gjë për 2 sekonda. Tavanet buxhetore bëhen në komitetën e 3 shtylla burimet financiare. Dhe në këto 3 shtylla ndahet dhe numri i punojësve. Burimi financiar është transferta pa kushtëzuar, në cilën numri i punojësve është 182, është transferta sektoriale që përfshin arsimin, MZSH-n, ujitjen, pyjet edhe rrugët. Numri i punojësve është 154 dhe është ndërmarrja e rrugëve rurale që numri i punojësve është 111. Në total, numri i punojësve në Bashkinë Mirdit është 447 vetë. 47 vetë. Bashkë me njësitë administrative. Normalisht se tek bashkia, tek transferta pa kushtëzuar, përfshihen njësitë administrative dhe përfshihen tek programi i parë që e keni është 133A-ja, në të cilën te relacioni e shpjegoj se kush përfshihet. Në programin e parë. Faleminderit Flora. Frani, keni diçka? Faleminderit. Ka ndonjë tjetër? Lutem. Tani jo, ka problem. Tani paga minimale 40.000 lekë përcaktohet me vendim qeverie. Dhe mbi këtë pagë minimale nga data 1 prill e këtej, që është pagë caktuar 40.000 lekë, llogaritet dhe vjetërsia në punë dhe ka analesat. Janë sigurimet shoqërore, ka qenë dhe tatim paga, por me ligjin e ri është heq, ka kaluar mbi 50.000 lekë tatim paga dhe normalisht që duhet heq sigurimet shoqërore bie minimalja 40 pa vjetërsi. Po. Ta shpjegoj. Dakor. 40.000 shtojmë vjetërsi, do zbresim sigurimet shoqërore se është detyrim ligjor që zbriten nga paga e punojësit dhe normalisht i del ajo pagë. Nuk është se e përcaktojmë ne dhe e ulim çfarë thot VKM-ja. Po sot pagë minimale bruto. Asnjë nuk merr pagë bruto, merr pagë neto. Çfarë do të thotë që zhvishet nga gjitha detyrimet që ka personi punojësi ndaj shtetit, që janë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Plus do tatim pagë. Po. Jo, s'është çështje. Nuk lidh. Kjo është çfarë thot ligji. Çka kam lexuar ligjin dhe çka mundem unë me interpretute ju. Faleminderit Loni. Marr shtasë dhe ka shkuar administrative në bashki, ka qenë një mishmash i madh në lidhje me numrin e punojësve, se kanë ngarkesë, se ka shumë punojës. A ka mundësi që në të ardhmen në faqen e drejtarit të bashkisë jetë një organogram e cila shpatë nuk tregon se kush ka stran, por tregon me saktësi numrin e punojësve dhe njësit publik, publik kemi qartësi të kush punon dhe kush merret në institucionet e bashkisë. Dhe da kërkoja, jo se kërkoj personalisht, por kërkoj në rast të shëmbullur ligjërisht që në faqen drejtare të bashkisë paraqiten drejtori, njerëzit, ata që punojnë, që të ne kemi qartë, se ne kemi të bëjmë, edhe janë paraqitur në faqen zyrtare. Tani, sa mund të shpjegoj? Në dijenin time struktura është e hedhur. Për një sekond ta vazhdoj me anë dhe vazhdo. Në dijenin time struktura është e hedhur në faqen e bashkisë. Gjithsesi, në çdo 4 mujor unë përgatis analizën dhe analiza hidhet në faqen e bashkisë. Në të cilën sqarohen karshi shpenzimeve të ardhurave, sqarohen dhe numri i punojësve pozicion gjitha në analizë. Dhe ajo është e hedhur në faqen e bashkisë. Edhe kur të hartohet buxheti, edhe kur të bëhet ky dokument i PBA-s, unë besoj se struktura e bashkisë në të ardhmen do të ketë një organigram, do të ketë patjetër secilin prej funksioneve në bashkinë tjetër paraqitur në faqen zyrtare të bashkisë Mirdit. Kështu që ke krejt drejt për atë që thu. Unë këta e kam thënë edhe përpara, vazhdoj ta them që në mënyrën sa më shpejt të ndërtohet dhe faqja zyrtare ashtu si duhet e bashkisë Mirdit, do të paraqitet organigrama bashkë me gjithë punojësit që do të ketë të listuar nga më i larti deri tek niveli më normal në bashkinë Mirdit. Lutem. Niku, fal. Si koordinator për drejtën e informimit, lidhur me programin e transparencës që ka bashkia Mirdit, i ku them që normalisht organigrama dhe numri i punojësve që ndodhen në bashkinë Mirdit ka qenë i publikuar dhe është i publikuar. Buxheti, çfarë është niveli ligjor, ndodhen gjithë në programin e transparencës. Konform ligjit për drejtën e informimit.
Faleminderit. Nikolini, Jo, ato janë, por nuk janë vetëm për emrat. Nikolini, jo Flora mos e dorëzo se ka Nikolini një pyetje. Një minut lutem. Po? Janë statume me ligj. Sektori i obligimit është mos funksionin në përshtetës të kryetarëve, në parë të nga kryetarë. Ndërsa në bazën e kryetarëve, mungesë kryetarit ata ushtrin detyrën e kryetarëve, që e ligj, në detyrën e përshtetës. Ose një sa ato janë, pak sekretari që të bashkështjak, në bakë të sënë përshtetës të kryetarëve. Do të ndajnë, sekretari që të bashkështjak është shikë të organë në vetë, krajën të një organë në vetë. Dhe dyja fësën e prajetisht për të mirë punë. Po absolutisht janë të përcaktuar në udhëzim. Është funksion, sekretari i këshillit është funksion mbështetës, ndërsa këshilli po. Këto janë funksione mbështetëse. Mund ta konsultoni edhe me juristin që të zbardhë sigurisht si benzin, si të jenë përputhje me emergjencën. Nikolin kemi udhëzim. Siguria publike. Siguria publike nuk mendoj se e ka bashkia se siguri publike. Ka policia shërë që ka siguri publike. Policia bashkëre ka ca detyre që s'kanë një bëjnë direkt siguri publike. Ajo ndihmon, por jo se realizon siguri publike. Edhe kjo është mund ta sqaroj. Po. Jo. A mundem ta sqaroj? Po siguri publike, se s'ka si do të quhet ndryshe. Mirë, dakord. Mundem? Po. Mundem ta shpjegoj? Ne vitin e kaluar jemi zgjedhur bashki pilot me 3 bashki që ka Shqipëria për të bërë një hartim projekt buxheti afatmesëm model për gjitha bashkitë. Dhe përcaktimi i këtyre emërtimeve dhe përfshirja e cilë sektorëve, cilë programeve në këto emërtime është në udhëzim standard nga Ministria e Financave. Dhe janë gjitha emërtimet të përcaktuara në udhëzim. Pra, na i dikton udhëzimi. Ne kur hartojmë një dokument, absolutisht që kemi bazë ligjore, duke mbështetur në ligj, dhe në gjitha aktet normative që dalin pastaj VKM-t, udhëzimet dhe zbatojmë pik për pik udhëzimet. Dhe përfshirja në këto programe është e përcaktuar. Flora, faleminderit. Kush ka një pyetje tjetër? Lidhe me këto tavanet e programeve buxhetore, kemi shikë se këto tavanet e përditshme. A mund të kemi një do të thënë si janë tavanet minimale dhe maksimale të buxhetit. Tani, po është edhe tavani i buxhetit, pra kemi një shikë të tregon përditshme e tavanit. Pra, cila është vlera minimale dhe vlera maksimale e buxhetit? Tu kjo pjesa tavane minimale nuk funksionon. Sepse vinë burimet buxhetore dhe pas burimeve buxhetore në për programe ne shpërndajmë aq sa fond kemi mundësi dhe ai tavan është nuk ka minimal dhe maksimal. Kjo varet nga burimet buxhetore. Dhe burimet buxhetore, siç e shpjegova, është transferta sektoriale, transferta pa kushtëzuar dhe të ardhurat e bashkisë. Qofse këto janë 10 lekë, gjykohet në bazë të kërkesave sepse këto janë tavanet përfundimtare. Dhe faza e përgatitjes programit buxhetor afatmesëm ka një kalendar që është database i gjitha datave në të cilat hapa kalon ky program. Dhe ju mund ta shihni. Kjo fillon që në dhjetor që hartohet kalendari, për të cilën ky kalendar është në faqet bashkisë, mund t'ju avëndë në dispozicion, atëherë ndjekim gjitha datat. Janë përcaktuar tavanet përgatitore, këtu për të shpërndar këto tavane dhe këto fonde në të gjitha aktivitetet që ka bashkia, janë ekipet e menaxhimit programeve, që përcaktohen me urdhër nga titullari i bashkisë dhe punojnë për ndarjen e këtyre tavaneve. Pa më minimal dhe maksimal nuk funksionon për këtë lloj zari.
Quhet tavan sepse nuk kalojmë dot mbi këtë limit dhe përcakton këtë këto vlerë. 10 lekë për ta përdorur dhe aty kufizohet fjala tavan. Faleminderit Flora. Ka një tjetër në mendim, sugjerim? Shpenzimet kapitale. Shpenzimet operative më të bëjë se investimi. Ne do të parashikojmë që ullim shpenzimet operative Po, edhe për shpenzimet operative po them. E kalon investimit kalon më shumë se sa shpenzimet operative, po Shpenzimet operative që përdor aty që Mund të bëj një shpjegim në Jo, normalisht që ke drejt, sepse për sa kohë sigurimet dhe është më tepër që diskutuam edhe numrin e lartë të Bashkisë Mirdit. Atëherë kuptohet që përqindja më e madhe e buxhetit të Bashkisë Mirdit është për paga dhe sigurime. Ne gradualisht ndërtojmë një strukturë 3, ku mendojmë që të gjithë burimet njerëzore brenda Bashkisë Mirdit të mund të jenë të organizuara në atë mënyrë që të ofrojnë gjitha shërbimet e duhura, por të mos kemi nevojë për ngarkesa të tepërta të organikës ose të Bashkisë Mirdit me punonjës pa asnjë lloj eficience. Gradualisht kjo do vije në Këshill Bashkiak për të diskutuar shumë shpejt, besoj, që tu kemi një ulje të numrit të punonjësve të bashkisë për shkak se është tepër i lartë dhe duke e pa edhe në mënyrën se si po ndërtohet apo se si janë investimet në shifra reale, pra ku e kemi shumë tull investimet, jo, okay. Po këto janë, e di, shpenzimet operative përgjithsisht janë të detyrueshme për bashki. Kështu që ato mund të variojnë mund të rriten në një periudhë, mund bien. Por ajo që ka dhe që duhet ndërhyrja nga struktura drejtuese e bashkisë është pikërisht për ul numrin e lartë punonjësve pa eficiencë, që këto shpenzime më të shkojnë kot, po të kthehen pastaj tek investimet. Në kështu mënyrë mund të rriten edhe investimet, e patjetër që duke qenë eficient në shpenzimet operative. Ke drejt për atë që thiu, po gradualisht do të shihen me kujdes. Faleminderit. Do vinë në ulje shpenzimet dhe në ngritje të investimeve. Ka në tjetër në pyetje? Edhe në votim? Faleminderit, miratohet. Atëherë kalojmë ke pika 4 e renditës, mbi projekt vendimin numër 9, datë 26/07/23, caktimin e kufive të pagave të punonjësve të administratës së Bashkisë Mirdit dhe institucioneve në varësi në mbështetje të VKM-s numër 328, datë 31/5/23, për klasifikimin e funksioneve, grupin e njësisë të vetë qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufive të pagave të funksioneve të zgjedhur e të emëruar, të nënpunësve civil të punonjësve të qeverisjes vendore. Në këtë janë klasifikimet e nivelit pagave në bazë të grupeve, në bazë ligjit, kuptohet, edhe të gjitha anekset e veta në të gjitha llojt e niveleve të punonjësve të Bashkisë Mirdit, si dhe përcaktimin të sektorëve ndryshme sipas grupit të parapërcaktuar me VKM të nivelit pagave të punonjësve në sektor të ndryshëm të kësaj bashkie. Besoj që gjonat janë të gjitha të qarta, kush ka ndonjë
Po, urdhëra? Faleminderit kryetar. Tani, për sa i përket këtij projekti, në vlerësimin tim, ligji kryesor i qeverisë vendore është ligji 139/2015 dhe ku i përcakton qartë edhe punonjësit e administratës së Bashkisë Mjordit. Dhe du të di, pasi nuk jam shumë i qartë për sa i përket tyre punonjësve, kë kuptojmë punonjës administrativ dhe kë kuptojmë punonjës mbështetës. Sepse në këtë projekt kemi 2 VKM, numër 328, datë 31/5/2023, njëkohësisht kemi edhe VKM 326, e po kësaj date, ku trajtimi dhe niveli i klasifikimit pagave është, por unë si Aleksandr nuk kemi qartë që të ndaj punonjësit administrativ me punonjësit mbështetës. Okej, faleminderit Aleksandr. Njëkohësisht ka lidhje me diskutimin tim më vonë. Okej, faleminderit. Po Flora? VKM-ja 328 ka përcaktuar pagën e punonjësve administrativ, ndërsa VKM-ja 326 është marrë si referuese, sepse në VKM-n 328 nuk është përcaktuar se si mund të paguajmë rojet, si mund të paguajmë në pastrueset apo ato që quhen funksione mbështetëse. Dhe ligji për kompetencat e Këshillit 10/405 datë 24/3/2011 përcakton qartë çfarë kompetencash ka Këshilli për përcaktimin e pagave dhe shpërblime dhe përcakton se ku mund të mbështetet në baza referuese. Dhe baza referuese është 326 që ka dalë në 31/5/2023. Kjo është pjesa. Punonjësit administrativ ka përcaktuar, 326 është marrë si bazë referuese, por duke u mbështetur në ligjin për kompetencat e Këshillit për përcaktimin e pagave, prandaj vijnë pagat për të miratuar para Këshillit. Por unë nuk di tani se ka diferencim dhe ai 326 për një pjesë të punonjësve të bashkësisë. Dhe punonjës punonjës të qeverisë. Janë punonjës të mbështetës apo janë punonjës administrativ. Sepse kemi vite që ne debatojmë. Kemi një pagë komplet minimale, kompletisht kujdestar të qeverisë. Që ka një punë. Ne ke punonjës ja po deli. Pika 3. Caktimi kufirit të pagë punonjës administrativ të pikës 11. Ligji e komplet saktë. Faleminderit kryetar, edhe herë. Tani, tu kemi një projekt për sa i përket kufirit pagave për funksionarët e zgjedhur të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisë vendore. Edhe financa na ka sjell lidhjen numër 1, konkretisht edhe lidhjen nane. Edhe është shumë e saktë, për sa i përket pozicionit punës kryetarit. Është kufiri minimal 80.000 deri 125.000. Ne sot e kemi pas jo 80.000, e kemi pas deri 1.125.000, 102.500 rritin, sepse edhe në Këshillin e Bashëm kemi bërë dhe shkon në mënyrë progresive rritjet e pagave se edhe sot na vjen që ne pagën e kryetarit, nën kryetarit, administratorëve ta rrisim në kufirin maksimum. Edhe mirë bëj. Qeveria na jep mundësinë dhe hapin ligjor që ne t'i çojmë. Ne mund t'i kalojmë edhe minimale si Këshill. Ne i kalojmë edhe 80.000. Pra ne jemi një parlament i vogël këtu, i njësisë qeverisë vendore, por ne shumë mirë dhe është bërë puna e duhur që këto pagat rritë. Dhe shkojmë te pozicionet për çdo sekretarin e përgjithshëm, drejtor drejtorie, që përveç shtesës pagës 80.000, 70.000, kanë edhe grupimin e diplomës, njësimi, që njësimi i grupit parë është 120.000 lekë, barcelor 120.000 lekë, e me radhë. Kemi pikën 3, të miratoj caktimin e kufirit pagave për punonjësit administrativ, si pas pikës 11 VKM 328 e kësaj date. Tani unë kam marrë në ligjit
ligji 328 VKM në fletoren zyrtare. Edhe thot, ligji 139/2015 për vetë qeverisjen vendore i ndryshuar me propozim të Zëvendës Komunist Këshilli i Ministrave. Vendosi, pika 11, që i referohet Flora shumë saktë, kufit e pagave bazë të punojësve administrativ të njësive të vetë qeverisjes vendore janë nga 40.000 deri në 47.000. Dhe konkretisht, tek nën pika 3, llogaritar, arktar, magazinier, teknik rrjeti kompjuterik, shofer autobusi, në asil në të në këshill 27.000 lekë. Jam këta. Niveli më maksimal. Kalem në pikën, në nën pikën. Tu kemi të bëjmë me një nën, me një VKM 328, thot, specialistët me arsim të mesit, profesional, teknik të mesit, specialistë ndryshëm, topograf, trajtojnë me klasën e 5, si pas kreu 2 lidhja 1, është shumë e saktë 326, po të kalën. Por që a jep 326? Unë shkoj këtë tabela 326, edhe thot, vendosi, ja pika 1, në fushën e veprimit të këtij vendimi, përfshihen punojësit mbështetës dhe punojës të tjerë të specialiteteve të ndryshme në vinim punojësit pika B, pra kemi nish B, apo jo Flora. Po. Institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarëve në nivel rajonal dhe vendor, që ka një kuptim, një nën kuptim tjetër. Nuk përfshihet kjo kategori. Për mendimin tim, tani unë kërkoj interpretim juridik. Konkretisht, du t'ja them edhe Kryetarët Bashkisë, në çdo mbledhje që ne si Këshill Bashkiak do të bëjmë, du t'jetë këtu drejtoritë përkatëse juridike, burimet njerëzore, për të na sqaruar sepse ne marrim mendime, edhe du t'jemi koshient për vendimet që marrim. Nëse do kemi ligje për administratën tjerë, pyetje një tjetër, të kemi gjithë drejtorat përkatës në mbledhje Këshillit. Kaloj, jo më fal, ta interpretoj unë atë gabimin tim. Te klasifikimi i pagave. Pra, kemi marrë referencën e klasifikimit pagave që dhe Frani si ekonomist dila absolutisht i saktë. Por i përket ministrive, linjeve, po të hapim ligjin flet për Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe jemi saktë, por këtyre linjeve, këtyre pagave, qeveria ka dhe shkallë tjetër, përveç se jep pagën bazë me klasë, konkretisht po marrë numrin e dorë 7-43-600, janë kujdestarët e qenë. I referohet saktë, po i referohet punëesve social. Nuk është një lloj, si një punëes social në një dorëtore, jo kopsh, në një qendër sociale. Se një qendër sociale, një smur, shumë veprimi i kryen vetë, dënë pak përkujdesje. Ndërsa në qerdhe, ka një përkujdesje të jashtëzakonshme tek fëmijët. Dhe një përgjithësi. Dhe përveç se kësaj klase, si ekonomist, ma poshtë i referohet shkallës vështërësisë. Administrata jone bashkisë asnjëherë, jo sot, se sot po fillojmë, po asnjëherë kam vite që janë në Këshill Bashkiak, kemi kërkesa nga dëdëria, sidomos e qendrës, me shumë të drejtë, që këto paga janë diskriminuese. Dhe ne sot si Këshill po bëjmë një rritje të administratës me 200-300.000 lekë, se kjo mbledhje është transparencë dhe du t'i themi gjitha, dhe punojësve me vulnerabël, me social, me të përkushtuar për punën, ne u japim një shtesë 2.000 lekë të reja. Pra ne të lutëm, që se është kjo i referon kësaj page, le t'i kalojmë të linjës Ministrisë përkatëse, kalojmë të punojësin mbështetës dhe jepet dhe shkalla vështirësimit. Dhe unë këte do t'a qoj për interpretim juridik edhe pranë prefekturës, me drejt në Zotit, të gjemë më të mirën e mundshme, se s'kam as i frejtë. Kalëm ke pika tjetër, faleminderit, vazhdojmë ke pika tjetër. Kemi nën shtesën tjetër. Manovrator i makinerive të rënda trajtohet me klasën e 13. Është 13 klasa dhe është klasa e fundit në nivelin e pagave të ekonomisë, shumë e saktë Flora. Po i përket Ministrisë Mbrojtjes, ai ka një fadron te Ministria e Mbrojtjes, merr e çon deri në 47.000 lekë. Po ka shkallë të vështërësive. Po të thellojmë ligjit, thotë lartësinë 2 metra.
Konkretisht shkoni fadromistin e bashkisë. Ku shkon majt mali, punën që ban, orarin që ban, dhe të paguhet me 47.000 lekë bruto kryetari i këshillit. Ne do të gjejmë para faktit që nuk gjejmë punëtorë, ose do të punojnë 4 orë për të marrë një pagë qesharake. Ne të lutemi, ky është një projekt që ne do ta votojmë të gjithë, por do ta marrim shumë seriozisht. Sepse po miratojmë edhe pagën tonë si këshilltar. Ne sot na rritet të paga, me rritjen e pagës kryetarit bashkisë, rritet ne marrim 10% të pagës kryetarit, na rritet edhe ne. Ne të rrisim pagat tona dhe të diskriminojmë një pjesë tjetër qytetarit. Mund të jetë shumë e saktë, Flore, nuk kam asnjë drejtim, është shumë e saktë të referuar klasën, por kërkon interpretim. Faleminderit. Faleminderit, 1 minutë. Do bëj vetëm një ndërhyrje, meqense do bëj ndërhyrje. Shiko. Normalisht që as në rastin më të fundit do kishte shkuar smendja për me rrit paga qoftë asa administratës askujt në këtë moment që flasim. Sepse realisht nuk i rrit bashkia këtë paga. Është një fond i deleguar nga buxheti i shtetit që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave me datë 31/5/2023. Dhe ky fond shtesë ka tani. E normalisht kur është një fond që vjen nga ministria, nga qeverisja qendrore për qeverisjen vendore, absolutisht nuk kam ngurru që të shkoj atëherë për rritjen e pagave. Shumë mirë bëjmë. Në këtë moment që realisht po diskutojmë për një bonus qiraje që ka 4 muaj që nuk e marrin familjet që janë prekur nga tërmeti dhe moralisht u rritet paga punonjësve të administratës, kjo nuk është morale realisht. Por duke qenë se nuk është kompetencë jona për ta deleguar atë fond në një vend tjetër, por është i deleguar dhe i pandryshueshëm, atëherë normalisht vjen edhe në rritjen e pagave. Kjo pastaj ndan kategoritë ashtu siç e paraqite, se si rriten kategoritë mbaz të gjithë numrit punonjësve që ka bashkia. Duhet gjetë mekanizmi ligjor që po jam krejtësisht dakord që disa kategorive që janë në bashkëmirërim, në nivel mbështetës, që marrin paga absolutisht qesharake, në kuptimin normal të jetesës, duhet gjetë mekanizmi ligjor që po, atyre absolutisht të rritet paga. Por, për ta shpjeguar këtë në kuptimin se në këtë moment që flasim, vjen një rritje pagash për administratën, ndërkohë që kemi 1001 probleme të tjera, duke filluar që nga familjet e prekur nga tërmeti, kjo s'do ishte kurrë normale as morale. Por duke qenë se është një fond, dhe thash dhe herë, i deleguar, që vjen drejt për drejt nga qeverisja qendrore, atëherë le të shkojë për gjithë punonjësit e administratës, pastaj të tjerat i shohim gradualisht se si mund të veprojnë. Faleminderit. Faleminderit. Urdhëron? Po. Se foli jam dakord me të pjesërisht, po du ta çoj çështjen dhe duhet t'i mshoj konkretisht pagës së punonjësve të qerdheve. Dhe këtu duhet i qëndrojmë kësaj. Një punonjës të qerdhe në Rubik, nuk e di në Rrëshen, të jemi sinqert, merr 350.000 lekë. Kështu që unë personalisht i lë gjithë ditën fëmin tim, i kam lënë, se tash nuk i kam, një personi që paguhet 350.000 lekë vjetra, nuk e di sa paguhet një pastruese. Po aq. Apo një zonjë që merret me mirëmbajtjen e qytetit apo të bashkisë të tjerë. Përgjegjësia e një edukatori të çerdhe, nëse i gjen gjë një fëmijë larg qoftë, ai shkon në burg. Kështu që përgjegjësia ligjore e një edukatori të çerdhe nuk është si përgjegjësia ligjore e një personi që merret me mirëmbajtjen e qytetit apo mirëmbajtjen e bashkisë. Kështu që ju lutem shumë, në rast se ka një mundësi, hapësira ligjore. Në rast se ka një hapësirë ligjore në rishikimin e pagave, qoftë edhe minimalisht këtyre personave që merren me fëmijët tanë dhe që ka një përgjegjësi shumë të madhe, ti shikohet paga. Sepse ne shkojmë aty, ju kërkojmë llogari, shikoj, e bëj, e kthej, kur vjen puna ajo merr sa një gru mirëmbajtje që s'ka asnjë lloj përgjegjësie ligjore e të tjera të tjera. Kështu që dua të mshoj kësaj pike. Punonjësit e qertë nuk kanë qenë subjekt i rritjes pagave nga informacioni që kam. Kështu që lutem shumë, hiqeni do drejtorëve që kanë nga 5 veta në varësi edhe nuk kanë asnjë shërbim publik
dhe jepni atyre personave të cilët kanë drejt për drejt impakt në jetën në përditshmërinë tonë. Kaq kisha. Faleminderit. Për sa i përket, më fal Flora, se ne po diskutojmë parim. Unë desha të Flora më marrë në aspekt ligjor, e jo vetëm për personat që përkujdesen për fëmijët, të shifen të gjitha mundësit alternative ligjore që të gjitha të merren ato persona të kapin nivelin e pagës më maksimale dhe të shifet në një periudhë tjetër dhe një mundësi shpërblimi të personave të cilët ne jemi të qartë dhe të bindur sepse nuk morrin atë që meritojnë. Por kemi dhe diçka tjetër që para ligjit dhe mbi ligjin ne s'mund dalim. Dhe klasifikimet e pagave besoj se vinë nga ministrit dhe nga institucionet përkatëse, gjë për të cilën ne s'mund ndërhyjmë dot dhe s'mund vendosim asgjë. Faleminderit. Sandri, unë kisha në lidhje me sepse pjesë përbërëse pagës nuk është vetëm paga bazë dhe vjetërsia, por pjesë përbërëse pagës është edhe vështërsia, që thotë 5%, 10%, 15%, 20%, ose thot 20, 20, 55 dhe 70.000 lekë për punë dhe këtyre. Dhe duke qenë se i edhe kryetari i Këshillit, ke qenë dhe drejtori i Shtetit Publik, dhe të gjitha këto, për shembull, mbas kërkesës ka pas botë drejtoria e shërbimit spitalor, vështërsitë e shkallës së vështërsisë për çdo punë ka pas botë drejtori i Shtetit Publik. Dhe u ke pasur kush përfiton 5%, 10% të shkallës, pra është një institucion i cili përcakton shkallën e vështërsisë së këtyre punojësve. Dhe kjo nuk bëhet se edhe është një vendim tjetër që mirë që sot nuk e kam parasysh, që thotë në shkallën e parë futen këto persona që kanë këtë vështërsi. Ka klasifikimet e vështërsive. Pra, tash është 20.000, 40.000, 55.000, 70.000 lekë. Nëse këto nuk i ka përfshi Flora, për mua është sepse këto do të përfshihen në këtë. Do të na shpjegoj Flora. Se kush është institucioni ose personi që përcakton shkallën e vështërsisë, do të pyet dhe duhet të çet. Një minutë, mund na shpjegoj Flora 2 sekonda? Jo, flasëm për shoh dhe ti drejtoj dhe një pyetje. Po. Për 328-ën jam komplet e qartë sepse është bën çdo rritje që është bën në bazë të VKM-s. Ndërsa për 326-ën nuk e dia keni pas interpretim juridik të VKM-s. Nëse keni interpretim juridik, mundet na shpjegoni se kush përfshihet tek sektori i mbështetës dhe kush marr konfirmimi i listës që përfshihen aty. Faleminderit, Lila. Ma shumë. Për sa i përket vështërsisë që citoi Frani, ne bëjmë kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë, është ajo kompetente për të përcaktuar këto vështërsi dhe mbas asaj ne i kemi bërë gjitha pagesat, absolutisht kush përfshihet te shkalla e vështërsisë. Ndërsa, për sa i përket pjesës VKM-s 328, unë u citova edhe një herë që këtu është vetëm pika 11, kufit e paga e bazë të punojësve administrativ dhe i le variabel nga 40 deri në 47. Prandaj i jemi referu 326-ës ne, që kemi gjetë këto emërtime dhe kemi bën këtë përcaktim të pagave. Pra, nuk 40 deri në 47 e kam bën sipas VKM-s 326 me emërtimet, dhe sa i përket punojësve të qerdhes, e ka punojës social dhe e ka të përcaktuar. 326 punojës social, nuk ka kategori tjetër ku unë mund t'i përfshi, ku ne mund t'i përfshim. Mendoni ju, jepni opsionin ju, edhe prandaj vjen para Këshillit, prandaj dhe kam citu edhe ligjin e Këshillit për përcaktimin e pagave dhe të shpërblimit. Flora, të lutem. Edhe Aleksandri thaj diçka. Të lutem shumë, bashkëpunim me sektorin juridik, thellohu në këto probleme dhe po që ka një alternativë në i ribje edhe t'i miratojmë për çdo lloj mundësie dhe alternative që janë sjellë të projekt vendim, nuk ka alternativa tjetër. Atëherë është e drejta juaj për të diskutuar dhe për ne diskutojmë po mbi ligjet miratohet, nëse do ndryshohet. Nuk ja vështërsi pa miratu Ministria e Shëndetësisë. I bëj shkresë tani, do t'i bëj se mu tani më ka ardhur VKM-ja. Po patjetër, ne për gjitha pozicionet, Fran, për gjitha kemi bërë Fran, shkresë dhe i kanë përcaktuar, i kanë miratuar. I kemi me miratim. I kemi me miratim. Ajo është taksative nga Ministria e Shëndetësisë.
Jo, në atë emërtim prandaj ka marrë referues 326-ën, sepse po ta shifni, jo, maksimali është 43-600. Nëse do ta shifni 328-ën, këto emërtime nuk i përfshin fare. I ka përfshi punojës administrativ dhe nuk mundin të barazojmë gjithë. Edhe sa i përket padromistave, ashtu e ka VKM-ja 326, se jam edhe unë me ju edhe për qerdën, edhe për pjesën e makinerive të rënda, po nuk të le VKM-ja me dal. Nuk dal dot jashtë VKM-s. Sa i përket interpretimit juridik, nuk Edhe i herë Gerta? Jo, si tha, dilni, që tha? Dile kërko, moli. Nuk e di që tha për dilni. E ka VKM-ja. Një minut. Jo, s'është tani pastruese. Po? Nuk është tani pastruese. Një minut. Shive pastruesen sa e ke. Me VKM 328 dhe kalojmë në 9 pikat e 326. O, Lek, ligji për kompetencat e Këshillit ta jep, Lek. Lexoje ligjin. Edhe brenda kësaj kategorie ne kemi gjithë kriminalitet. Ndryshe është një magazier, një teknik, një shofer, një dhurajtar, se sa të punës. Janë punës të njëjtë të administratës shtetërore. Ndryshonje. Dhe qeverisë shtetërore të Partisë Ndërtimit. Janë punës në një institucion. Tani, ose të gjithë ti përfshirë 326, ose të gjithë 328. Dhe unë i referohet 328. Po. A kemi mundësi dhe si këshilë të marrë një vendim që nga sipas VKM-s 328 nga 40.000 deri 47.000 i kalojnë të gjithë me VKM, ose në të punë të marrë një interpretim ligjor të saktë dhe këtë pikë ka kalojnë problemin. Ka përshki edhe 328 edhe 326. Kur e ka interpretuar 328 ka Shumë dakord. 326 ka shtu e ka shtu. Unë duhet vendos dhe duhet mirë 328 a 326. Të dyja. Absolutisht është vetëm referuese. Se aty përcaktohet vetëm vështirësia. O Lek, ta lejo ligji tysh. Kategorizimin sipas emërtimeve. Ke niveli i vështirësisë. E ka 326-ta. Aman është, po vështirë, është e përcaktuar. Atëre 326-ta e ka totalisht të përcaktuar. 326-ta. Atëre Flora. Dhe ke të drejtë, në bazë ligjit për kompetencat e Këshillit, për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve, ke drejtë të marrësh baza ligjore referuese. Dhe bazë ligjore referuese është 326-ta, që na përshtatet. Gjeni një tjetër bazë referuese dhe objekti, po nuk ka mundësi bazë referuese tjetër. Atëre, Flora. Edhe për shpërblim, nuk të lejo, ajo përcaktohet me vendim qeverie shpërblimi. Atë e ka përcaktuar qeveria. Do t'i lutem, Dila, o lega, t'lutem, tash atëre Flora, jam i mendimit që me herë të përgatisish informacion të saktë për nivelin e vështirësive dhe në këtë nivel vështirësie të gjitha të punojës që ne do ta shohim bashkërisht të morrin nivelin më maksimal masi të jetë miratimi i Ministrisë Shëndetësisë, DSHP-sa, NJVKSH-sa, institucioneve përkatëse që të na vijë përgjigje. Tani, për nivele pagash e përcakton 326. Për sa i përket nivelit vështirësisë, është tek rasti pastruesve që përdorin pesticide, nuk futen punojësit e qerdës. Dhe për këtë rast ne i kërkojmë Ministrisë Shëndetësisë miratim për pagesë, të cilën ne e kemi bën. Pra nuk futen këto kategorizim që ka bërë 326 në nivel vështirësie. Niveli i vështirësisë kalon përtej kësaj për këto rast pesticidesh, rast i ka të caktuar, por nuk është qerdhja. Jam krejt dakord me ty, por sa do të shkojmë këtu do shkojmë. Të shpjegoj diçka.
fëmijët janë burimi infeksioni. Dhe ti bane kërkesën. Nuk e bëj kërkesën do t'jashtë ligji. Nëse se ka përcaktu ligji, si them do të ma përfshijmë punojësin e qerë dhe se e gjykojnë shumë. Ato kanë qenë kur është bënë ligj, bëhet dhe draft, edhe jam shumë dakord Ogerta, nuk jam dakord. Po nuk e diskriminoj. Gerta, si unë, si dhe ti, jemi zbatues ligjit. Ka drejtori juridike nuk kalon ligjin, përvalon VKM-ja, nuk përvalon mendimi ju. Dhe interpretimi. Ligji kalon 47. Flora, kalon një qerë 47, nuk e keni ju kompetencë. Jepja mikrofonin Nicolinit se ka i diçka. Atëherë faktikisht ne duhet kishim ngritur komisionet përkatëse për çdo fushë dhe për vendime të tilla ne është mirë që vazhdimisht i kalojmë përpara në komisionet përkatëse. Ti sheshojmë duke bërë debat bashkë me administratën dhe kur të vim në këshill vim me një raport që të jetë i saktë. Ideja është edhe nga këshilltarët me sa po i kuptoj që rritjen duhet ta prekin të gjithë. Pra, nëse ju rritet drejtuese, edhe atyre që në nivelin me tek tabela me pagë minimale, edhe ata duhet ta ndjejnë pak rritje. Po rritja të jetë maksimale edhe për ata, aq sa lejon ligji. Ideja pra është kjo, që ne të përdorim të njëjtin standard. Pra, nëse ne e rrisim për detyruesin maksimale, aq sa na lejon ligji të arrisim maksimale edhe për punëtorët e tjerë. Kjo është ideja të gjithë këtë po kërkojnë këshilltarët. Dakord pra. Pra, bashkia mund të përcaktoj shkallën e vështirësive që të përcaktoj sa është kjo rritje. Faleminderit Flora. Ti jap përgjigje. Vëmtaria këshilltarëve nuk varet nga mbledhja e parë apo e fundit. Vëmtaria këshilltare dhe puna e këshilltarit varet nga mbledhja e parë deri tek e fundit, ka të njëjtin status. Dhe unë s'jam nga ato këshilltarë që se s'kam punuar përpara se punojmë ne. S'unë bona një 12 vjet që s'jam këshilltar. Kështu që unë të me qenë i drejtë me njerëzit ku na një gjeni. Mirë atëherë, faleminderit gjithëve. Kush ka ndonjë problem tjetër? Po. Me këtë projekt, ne nuk penalizojmë asnjë. Sepse rritja e pagave fillon që me një projekt. Dhe sikur edhe tjetër të marrin me projekt. Po të jemi qartë për vendimin që marrë. Nuk humb asnjë lek, asnjë tjetër të vonohet. Prandaj do të kërkojmë që këtë projekt mos ta heqim. Por të presim sqarimin e argumentit juridik të saktë që ne kalojmë. Një gjë. Jam krejt dakord lega, po çdo lloj vonese ne nuk do të na japin në përparësi, sepse Zoja Flora na sqaroi në aspekt ligjor dhe juridik, në të gjitha aspektet, dhe duke na dhënë atë shpjegim, me çfarë rrita unë me konceptu, hapësirat ligjore kishte shfrytzuar në rritjen e pagave në nivelin më maksimal, për të gjithë sektorët. Për të gjithë sektorët. Jam krejt dakord që s'do të bim dakord shpeshherë edhe për shumë gjona, sepse edhe unë se mendoj fare këtë nivel pagash kaq të ulta, se edhe unë jam dakord me ty jo 100%, po 1000%, sepse këto nivele pagash janë mjerane. Ka shi shërbimit dhe përgjegjësisë ligjore. Jo, por ne nuk mund dalim dot mbi vendimin e Këshillit të Ministrave dhe mbi disa ligje. Në qoftë se ne shpirtërisht jemi kundër këtyre ligjeve, ne jemi detyruar ta zbatojmë këtë ligj. Dhe si fakt tillë, ne jemi të detyruar të nënshtrona këtij ligji dhe kësaj gjoje. Se ne nuk përmirësojmë gjë sot i muj. Po të njëjta gjona do të jetë. Ne
me fal, lega, ne mund ta hedhim prap këtë pikë dhe mund tjetër për opsione. Po për opsione shtesa ka gjithçka në çdo aspekt. Unë jam që mos vonohen procedurat, le të kalojnë këto rritje pagash dhe Nikolini e tha, ne do të ngrimë dhe komisionet në shtator, komisionet të ndryshme, dhe komisioni do të mori parasysh, komisioni ekonomisë do të merret posaçërisht me këto probleme në verifikimin e gjithçka dhe do t'i lëjmë për detyrë që në takimin tjetër të na sjellin një informacion të detajuar, sa nga pikpamja ekonomike, po ashtu dhe nga pikpamja juridike. Okej? Atëherë sa specialista në bashkëpunën e juridike paguhen me 34.000 lekë. Paga shumë. Se mendoj paga shumë sot ta vinë. Paga shumë se jo fix. Paga që si apo fix aty do ta vinë. Ose paga shumë se 34.500 lekë specialist. Jo, vajnë dhe qëllin e diplomës. atëherë me falni. Ta kalojmë votim, kush është dakord? Tani projekti për mendimin tëm nuk është i plot sepse ne tu kemi sa është paga sa paga. Sa është paga? Po pra, ne projekti për sa paga Nikolini është x lek bani x plus 1. Ajo është përse Po janë koeficientë me VGM, kaq përqind njona, kaq përqind tjetra. Se do ta bëjmë këta asesh, kjo nuk është po pra, për kjo është e miratuar nga tjerë. Nuk të le oni. Se le 328 amor, nuk e kalon ajo vetë 328. Po e din mërë qitë se ajo ma përgjësi për 328, si qeka. Një minut, Nigo, po Nikolin, të lutem, atë shpjegoj Flora? Mesatare shpjegoria ka qenë 7.000 lekë, të reja. Realisht, pjesën më të madhe dhe sidomos në pozicionin drejt kushtetakisë nuk e ka. 7.000 lekë që mund të 2.000 lekë, 3.000 lekë, 4.000 lekë bruto. Pra, nuk jemi te 7.000 lekë maksimal. Ndërsa mendimi, DKM-ja e 625 dhjetorit ka qenë në kufirin maksimal. Sa ka logu qeveria për 5 lekë që të shtoje, aq ka shtuar DKM. 328 për bujtetin mendor është DKM diskriminuese. Edhe sa do të them, kjo është pjesë e ime që e kam përkëmë sa kam pas fuqiu te Ministria e Financave, që do trajtojmë në 325, siç trajtojmë të gjithë punojësit e institucioneve nacionale. Apo nuk ka leje. Po 328 është një DKM diskriminuese. Nuk është se jemi të 2.000 lekë, 3.000 lekë pagë, një rritje koka krahasosh me institucionet nacionale. Ne vazhdojmë të jemi. Faleminderit Flora, e hedhim votim. Miratohet, faleminderit. Abstenim? Një. Tre, fajte. Tre abstenim, edhe 13 Atëherë, ju falenderoj gjithëve për seriozitetin. Po? Do të shtot korrigja ndërkohë dy shkresat e protokollit e këtyre apostovësh pasmirëri, drejtuar kryetarit të pasmirëri, dhe një tjetër drejtuar kryesisë së Këshillit të Bashkuar. Ku ka qenë me subjekti ime ka qenë që në rend të ditës të futet krijimi i grupeve lokale të vetvimit. Tash ndoshta për dikë nuk e di se ku ka qenë. Po administrata shkuar për të bashkëllapje në rand drejtorësh që në vitin 2018 që t'ja sqaroj qi,
Mos ta kaloj të pronën tjetër në mesazh. Kemi për grupeve është shumë rëndësishme Bashkimin Evropian dhe ka të bëjë me angazhimin në nivel lokal të tre sektorëve, që është pushteti vendor, që është biznesi dhe që është shoqëria civile. Këto struktura quhen grupe lokale veprimi dhe merren ekskluzivisht me hartimin e projekteve dhe janë të njohura ligjërisht që prej prillit nga Ministria e Bujqësisë. Jo të gjitha bashkitë i kanë. Duhet, me që jemi në kohë dhe ky proces është nisur që në 2018, duhet që Bashkia Mirëhit me vendim këshilli, i kam qenë drejtuar edhe herës tjetër administratës tjetër bashkiake, të caktoj një person përgjegjës për të marrë me këtë punë. Ndoshta fakti që po i bardhi është në hetime të tjerë në një farë mënyrë na avantazhon dhe mund ta lejmë ndoshta edhe për kallën tjetër, që ta shohim edhe më mirë se kë Bashkia Birgit do të caktoj, është një proces që është nisur, është një proces që nuk më bën mirë mu apo ty apo tjetër, është një proces që ka të bëjë me komunitetin. 4.2 milion euro jep Bashkimi Evropian vetëm për grupet lokale të veprimit. Gjithsej në Shqipëri i kanë 3-4 bashki sot që flasin, të njohura ligjërisht, kështu që është diçka që ne na avantazhon. Do ishte mirë ta kishim bërë që tash në mënyrë sepse kjo do të ndiqet si proces, do të firmoset nga të gjithë dhe do të shkojë në gjykatë për të njohur ligjërisht. Por është diçka që duhet bë dhe duhet marrë seriozisht se nuk na kushton asnjë gjë tjetër. Një. E dyta, duke qenë se nuk e di, e shoh të arsyeshme, mendoj që Këshilli Bashkiak dhe s'ka lidhje me Edi Ramën, po televizi, e shoh shumë të udhës që mbledhja e radhës bëhet në rubik, strukturat janë, në këtë mënyrë ne shkojmë te komuniteti. Në rubik them nga që është njësi administrative e dyta për sa i përket obullësisë, mund të shkojmë në Rosh, mund të shkojmë ku tu marrim. Pas është çështje, nëse ti atëherë bashkia mund të ofrojë flor. Fugoni bashkisë që ta ofron gratis. Unë mendoj që njerëzit të ndihen është shumë rëndësishme që të shkosh edhe në thellë atje te bashkia, te njësia administrative. Bëhen lidhjet e hapura, njerëzit marrin pjesë në Atëherë faleminderit gjithë. Ingresa, lutem.